Në ditën botërore të autizmit, në mbar botën shqetësim madhor mbetet rritja e rasteve të fëmijëve të diagnostikuar me çrregullime të spektrit autik. Edhe në qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe në Fier nga viti në vit rastet shtohen. Sipas drejtorit të kësaj qendre Enri Lulaj, aktualisht numri i fëmijëve autik që trajtohen është 23, tre prej të cilëve janë regjistruar vetëm brenda javës së kaluar. Sot është 2 prilli, dita botërore e autizmit, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin ndaj spektrit të autizmit. Në Bashkinë e Fierit ekziston qendra Horizont, e cila trajton fëmijët me aftësi ndryshme të të gjitha diagnozave, ku kryesisht diagnoza e spektrit autizmit zë një pjesë të saj. Nga viti në vit, fëmijët që trajtohen në qendrën Horizont, që trajtojnë me spektrin autizmit, ka ardhur në rritje. Ku në vitin 2022 kanë qenë 15 fëmijë, në 2023 16 fëmijë, në 2024 20 fëmijë. Vetëm javën e kaluar kemi pasur 3 raste të reja në komision, të cilët vlerësohen nga specialistët tanë edhe fillojnë të trajtohen. Qendra Horizont ofron shërbim për të gjithë bashkinë e madhe të Fierit, ku kryesisht janë pjesa më e madhe fëmijëve, por dhe për bashkinë Patos, Roskovec, Mallakastër. Pjesa më e madhe fëmijëve që trajtohen në qendër i përkasin gjinisë mashkullore, ku kryesisht bëjmë pjesë spektri autizmi, sindroma Down dhe të gjithë diagnozat e tjera. Mospranimi nga ana e prindërve mbetet një problem shqetësues për psikologen Lumturi Vruo. Sipas saj, sa më shpejt të pranohet nga prindrit fakti se fëmia i tyre ka sjellje jo normale, kaq më rezultative do të jenë edhe etapat e zhvillimit nëpërmjet terapive të specializuara. Punoj si psikologe prej 10 vjetësh në qendrën Horizont, duke marrë shkak nga dita botërore e autizmit. Do doja të përcjellja shqetësimin tim në lidhje me rritjen e numrit të fëmijëve që janë me autizëm. Do doja shumë që prindërit të ndërgjegjësohen dhe ta pranojnë, ku shikojnë disa etapa të zhvillimit të fëmijëve që nuk janë të rregullta, ose mund të themi nuk janë normale. Për shembull, në 18 muajsh, fëmia mund të japë buzëqeshjen e parë sociale, mund të vendosë kontaktin pa marrë, mund të përqendrohet në diçka që mund t'i japësh. Nëse ti shef që nuk i bën këto gjëra, atëherë kuptojmë që diçka nuk ecën mirë. Dhe menjëherë do të jemi të interesuar të konsultohemi me mjekun pediatër, të bëjmë një vlerësim dhe pastaj mund të ofrohemi të bëjmë biseda dhe konsulta me specialistët përkatës. Në fakt kemi pasur shumë përfitues të një qendër me autizëm dhe patjetër nëse ne punojmë, i kapim herët këtë diagnozë, patjetër që puna me ta do të ecë mirë, do të marrim të rezultate. Për shembull, fëmijët që kanë ardhur këtu me këtë diagnozë ishin të veçuar si rrjedhoje diagnozës, ishin asocial, por këtu duke punuar, duke bërë lojra psikosociale, ata janë bërë shumë social, nuk flisnin. Shumë prej tyre, jo të gjithë, por shumë prej tyre kanë filluar nga bëllëbëzimet dhe deri tani të flasin fjali të shkurtra. Familjes do doja që të ndërgjegjësoj edhe shoqëria. Nëse edhe shoqëria i pranon, i mirëkupton dhe i ndihmon, do t'ia bëjnë më të lehtë punën e prindërve dhe ata do të integrohen në çdo aspekt të jetës së tyre, brenda kufirit që ata mund t'i japin më të mirën e tyre. Ndërkohë, punojësja sociale Irena Muçaj ka theksuar faktin se puna integruese me fëmijët e spektrit autik dhe bashkëpunimi me qendrën e formimit profesional ka bërë të mundur edhe punësimin e 3 prej tyre. Unë dua të mësoj shumë faktit procesit të integrimit dhe përshtatjes që kanë të rinjt jashtë qendrës. Qëllimi kryesor i qendrës dhe është sidomos punësimi i të rinjve. Ne kemi bërë të mundur në sajt të gjitha këtyre aktiviteteve integruese dhe terapive të lartë përmendura të punësojmë të rinj nga qendra Horizont dhe kjo është histori suksesi. Mund të përmend 3 raste. Njëri është i punësuar në rroba qepsi, tjetri është i punësuar në një mens në një shkollë private, por ajo që mua më emocionon më shumë dhe më bën të ndihem vërtet krenare për këtë punë të madhe humane që bëjmë është që një ish nxënësi im sot është kolegu im i ngushtë dhe është i barabartë me mua. Kjo është historia e suksesit dhe e ecurisë së qendrës Horizont. Ndërkohë, përveç mesazhit për prindrit, apeli nga punojësit e kësaj qendre është edhe për gjithë shoqërinë e cila për fat të keq ndaj kategorisë së fëmijëve me aftësi ndryshe është bullizuese. Ata kanë bërë thirrje për pranimin dhe mbështetjen në mënyrë që këta fëmijë të mund të japin më të mirën e tyre.